31 marsi është datë që kujton dhimbje për popullin shqiptar. Në këtë ditë, 26 vjet më parë, në fshatin Pastasell të komunës së Ravecit, forcat ushtarake dhe paramilitare serbe vranë 106 civil shqiptar. Tajir Krasniqi është një nga të paktet që i mbjetej kësaj masakre. I shtyrë në moshë, por me memorie të fortë Krasniqi Rafeu për ngjarjen e tmerrshme të 31 marsit. Aty jemi dikon janë 120 burra. Se të më shumë sa ma shkurt. Edhe na kanë ndohë ka 30 e na kanë qunë pushkatim film. Aty na kanë pushkatue në 4 grupa, unë jemi konë tretën grupë. Prej tyve kemi pështue 106 janë drone, kemi pështue 13 kemi pështue. Nëna Zaimit i ka akoma në mendje momentet e fundit me të birin e saj. Ljumë në ona më shko që mëjnë, shko të poshtë ka shok të tu ka shkolla. Më shko ljumë në ona që mëjnë për pjetë. Edhe i mua qizët i mathi qizmet. Ljumë në ona shko të ka shok të tu ka shkolla shko. Më shko që mëjnë, e kom bëf jeni në fundit ma. E se ka qelë gojnë hish ma më në. Vish heci dhe ma nuk e kom pa. Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu tha se kjo masakër është dëshmi një strategjie gjenocidale nga shteti serb. Haxhiu shtoi se do të sigurohen që krimet e kryera të mos mbesin pa ndëshkuar dhe kriminalet e luftës të përballen me drejtësinë. Masakrat e kryera në Kosovë, nga Prekazi në Pastasell, nga Meja në Reçak, nga Izbica në Krush, janë dëshmi një strategjie gjenocidale të planifikuar nga shteti serb. Kurse kryetari i komunës së Ravecit Smajl Latifi tha se masakra në Pastasell ka përmasa gjenocidale. Kjo ishte një masakre dhimbshme për të gjallët dhe mesazh për ndërkombëtarët, se krimi në Pastasell ka vërtet përmasa të gjenocidit. Plagët e Kosovës edhe pas 26 vjetësh ende kulojnë gjak. Në këtë masakër, përpos vrasjes dhe masakrimit nga forca serbe, të vrarët më pastaj edhe janë djegur. Në këtë masakër kanë mbijetuar 13 persona. Që shkem dikur